Mirë se erdhët në debatin publik të kryetarit të komunës Sokollaliti për 6 mujorin e parë. Pa humbur kohë, me që debatin e kemi të ndarë në 3 pjesë, atëre pa humbur kohë kishim fillu me përcjelljen e materialit që e kemi përgatitur për punët dhe projektet, aktivitetet për gjatë këtij 6 mujori, e mandej kthehemi në pjesën e dytë.
ndoqet këtë material të përgatitur nga Televizioni Plus në bashkëpunim me Zyrën për Informim dhe tani besoj që jeni të pëlqimit të kalojmë pjesën e dytë, me që kryetari ka qenë edhe i angazhuar edhe me punë tjera. Sot po të kursejmë pak kryetare, kështu që ja kalojmë fjalën në zëvendës kryetarit Hasan Aliu për të paraqitur raportin e punës së kryetarit e në pjesën e tretë, mandej debatin e zhvillojmë me kryetarin për pyetje-përgjigje. Besoj që jeni dakord. Andaj të nderuar qytetarët e Komunës së Vitis, të nderuar media të shkruara dhe elektronike, të nderuar organizatat shoqërisë civile, shumë i respektuar kryetar, së pari më lejoni t'ju falenderoj për pranimin tuaj sot dhe për mbështetjen që vazhdimisht jepni komunës dhe zhvillimit të saj. Ky takim i përbashkët është dëshmi e përkushtimit tonë për transparencë, bashkëpunim dhe llogaridhënie ndaj jush, qytetarëve që jeni themeli i çdo vendimi dhe veprimi tonë. Jemi këtu për të ndarë me ju një pasqyrë të përgjithshme të punës, 6 mujore të Komunës së Vitis për vitin 2025, një periudhë që ka qenë intensive, sfiduese dhe plot angazhim në të gjitha drejtimet. Gjatë këtyre 6 muajve kemi ndërmarrë një sër iniciativash dhe projekte që synojnë përmirësimin e jetës së qytetarëve në çdo lokalitet të komunës sonë, pavarësisht sfidave të shumta, si vështirësitë buxhetore apo faktorë të jashtëm, kemi arritur të realizojmë një numër të konsiderueshëm veprimesh dhe ndërhyrjesh konkrete në përmirësimin e infrastrukturës publike, zgjerimin dhe modernizimin e shërbimeve komunale, rritjen e mbështetjes për arsim, shëndetësinë, bujqësi dhe të rinjën, zhvillimin e projekteve në bashkëpunim me donatorë dhe organizata ndërkombëtare, digitalizimin e shërbimeve dhe rritjen e transparencës, përkujdesin për mjedisin dhe rujtjen e pasurive tona natyrore, forcimin e partneritetit me diasporën dhe komunitetin e biznesit. Në çdo veprim, çdo projekt ka pasur si qëllim të vetëm të përmirësojmë cilësinë e jetës së qytetarëve tonë dhe të ndërtojmë një komunë moderne, funksionale dhe të drejtë për të gjithë. Sigurisht që jo çdo gjë ka ecur sipas planit, ka pasur edhe vështirësi, projekte që kanë pësuar vonesa apo procese që kanë kërkuar më shumë kohë se që kemi menduar, por nga këto kemi mësuar, jemi përshtatur dhe kemi gjetur mënyra të reja për t'i përmbushur zotimet tona ndaj jush. Ndërsa hym në pjesën e dytë të vitit, fokusi ynë do të mbetet në përmbylljen e projekteve të nisura, avancimin e planeve të reja dhe forcimin e komunikimit me ju, që të jemi gjithmonë në një hap me nevojat dhe prioritetet e komunitetit. Në muajt në vijim do të vazhdojmë me vendosmëri për thellimin e reformave të administratës, sistematizimin e pozitave të punës, mbështetjen e mëtejshme të arsimit dhe shëndetësisë, përmirësimin e infrastrukturës në zona rurale dhe urbane, rritjen e mundësive për të rinj dhe gratë, përfshirjen më të madhe qytetare në proceset vendimmarrëse. Të dashur qytetarë, qeverisja lokale është më e fuqishme kur jeni pjesë aktive e saj, ftoj secilin prej jush të kontribuojë me ide, me vërejtje, me propozime që ta ndërtojmë së bashku komunën tonë mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe punës së përbashkët. Ju falenderit për mbështetje, për durimin, për bashkëpunimin dhe për besimin e juaj. Le të vazhdojmë me përkushtim rrugën që kemi nisur për një komunë më të zhvilluar, më të barabartë dhe më të ardhme të ndritur. Ju falenderit. Faleminderit zëvendës kryetar. Atëherë kalojmë në pjesën e tretë, debatit. Ta kaloj fjalën para se Faleminderit ta gërëm. Unë dëshiroj me përlenderu Zyrën e Informimit për organizimin e debatit me qytetarë në afat, në kohë edhe në aspekt statutar. Natyrisht zyrja ime dhe unë bashkërisht me qeverinë komunale dëshiroj me respektua afatet, normat edhe sistemin e raportimit me qytetarë. Është transparencë, llogaridhënie, por jo vetëm përmes këtyre debateve, ne raportojmë dhe informojmë edhe komandën me aktivitetet 6 mujore, 1 vjetore. I ka urdhërani goti edhe 4 vjeçore me informu qytetarët për shkak se ne jemi vetëm në përmbyllje një mandati 4 vjeçor edhe një strategji 4 vjeçore, bile dje e kishme edhe gopin bashkë me bashkëpunëtorë e që ne jemi fatikisht në tejkalim në përmbushje 100% të premtimeve që kemi dhënë për 4 vjeçor dhe në tejkalim të re.
Ne do të informojmë si zakonisht edhe Mërgotën, kemi takime edhe me Mërgotën, për shkak se është pjesa tjetër gjysma mund të themi që vjen gjatë pushimeve tash, kështu që në këtë formë një përshëndes gjithë dhe qenit praneshëm, si qytetorit apo të bashkëpunëtorit, jam edhe me bashkëpunëtor, me gjithë përmes juve, përmes saj solle që si kanë zonë i poshtë një numër, unë dëshiroj natyrisht debatin me përqullë përmes televizionit lokale edhe përmes mediave edhe në opinion. Na pranojmë edhe sugjerime me shkrim, edhe vërejtje me shkrim, edhe pyetje, edhe përgjigje edhe të tjera, pse ju edhe komplimente për punën e mirë, që kemi bune tash sa herë prej terenit, prej Drobeshit edhe prej Stublës e Godenit. Në Drobesh, një fushën sportive konkretisht të shkullat e Qerdha që detyresha që në ka këtu shumë shpejt do të përorojmë, bashkë me detyreshën e Qerdhës dhe detyreshën e arsimit, fushën gëm që i shërben në shkollës fillore në Drobesh një vend banimi që po rritet, edhe në mënën tjetër shtresin e dytë asfaltimit të rrugës alternative për Stubull dhe për Goden, që është vërtet një rrugë shambull ekzemplar që ju ftoj vetëm me shku me vizitu dhe me po se kroas rrugëve të mira që kemi bo edhe në Gryk të Marovës, edhe në atë Gryk po përnëve jashtëzakonisht mirë. Gjithandaj në teren, si që thamë në kryetari, ne jemi duke punuar. Nëse shikoni, nuk janë ato pretendime që dikush normalisht rivaliteti, diversiteti, ka dhe këto gjona që po punojnë veç në asfalt, ose veç po punojnë në gjitha lëmit. E po të edhe mjedis në ambjant, po punojnë në rrugë bujësore, po punojnë në ura. Besa e ura njëra që e po të është aktiviteti cross-borderit, bashkëpunimin ndërkufitor projektit Bashkimit Evropian, që e thash par dje në televizion, që ne nuk kemi sankcione në Komunën e Vitinjës, 3 projektet Bashkimit Evropian që në mënyrë shkëlqyeshme po implementojnë në Vitinjë. Një në arsim, një në aktivitete ekoturistike, kulturore historike të mullit atje, këto në rishura për ata që se dinë, Grykën në Buzovikët, ku do të nërishën argjinaturat, se është një kompleks, një ekspozicion një arzakonshëm, për shkak se edhe Gryka Buzovikët e ko me një lumin e vetë, thjesht që bashkangjitet me Marovën, pastaj te Binqa. Prandaj Gryk bashkë me pjesën tjetër ekspozicionale, edhe pika më të nolta që kemi edhe malore, është jashtëzakonshme atje ekoturizmin jemi të zhvillu, turizmin religjioz, edhe pjesën tjetër jemi të zhvillu në pjesën e Grykës Letnicës, që kemi edhe hidroekonomia dhe lumi Letnica, po kemi edhe atje ekspozicion të jashtëzakonshëm, për shkak se keni po që jemi të punu dhe në Stanqiq. Stanqiq është ofër pikës kufitore me komandovën për që ne kemi punu shumë, vërtet që qarkullimi njëzë i modrave, atje edhe ato vendet bukura, ku ne kemi kufirin administrativ vetëm 2 kilometra mungut atje, të punojmë njërë të jashtëzakonshme. Po nëse shikoni pozicionin tjetër, ne jemi të punu rrugën për Slakëvs. Kemi në kondin tjetër, e kemi kry karavarizën për kondin për Slakëvs, jemi të punu, ndërsa në pjesën tjetër jemi të punu rrugën Slatin për të rruga Begros, që i bje përmes 2 sëdovinave. Prandaj nuk kam nevojë shumë, për shkak se e di që një pjesë e juvja, edhe një të po, një të shkel, një të qarkullu, shëtiturët që pëndrejshmi ne, unë e përshë për fatë mirë, kam fillu traditave shëtitjes, shumë shpejt do të bëjmë traditën e Kërcës, për shkak se ne me të punuar në shesh. Me grondet performancës, për fatë mirë, ne kam liru grondet e performancës, do të mund të vazhdojmë kërwas blokimeve që i kemi për blokime dhe për vrejtje. Unë sot nuk jam shumë monol, po unë e di që e dini që ne kemi probleme me kontratën kolektive, me strukturë buxhetore që ne ka prish Ministria e Financave dhe Qeveria aktuale. Komunat me një mënyrë një pjesë i ka bankrotuar, Vitinjën s'ka mujt as mund, për shkak se Vitinja ka strategji dorse, ka partneritete, ka grondet performanca, ka projektet Bashkimit Evropian. Projekti tjetër që është realizuar që tepër është i nevojshëm me Bashkimin Evropian, është projektit të QMF-ja, detyreshëm që nga këtu i jashtëzakonshëm, për shkak se atje i ndihmon edhe handicapëve dhe të tjerëve janë edhe ascensor për invalidët, për ata që nuk kanë mundësi edhe për pjesëra që vërtet neve na ka mungu, edhe Bashkimi Evropian na ka financu. Shkolla mesme Kuvendi Lezhës, tempulli i dijes së arsimit mesëm të orientuar, që krejt kemi dolë për që aty është model i një shkolle evropiane, me si po pres me një shtatur me përru, me fillu në zënësit, ata filizat të rinë atë shkull. Tja zakonshme jetëmi që ka qenë me kullum të asbestit, e ka qenë i devastum i shkatërum krejtësisht. Por kampusi shkollave të mesme, është ndërru vend për njështë, tash e një ku,
Prandaj unë njoftoj me vizitu veç me po që 11 projekte janë të realizuar atje. Kur e kam thonë disove që janë 11 projekte, i kanë qenë skeptik se nuk e kanë llogaritë se çka po flasun. Domthonë përveç kabinete punës praktike, përveç që palestrat shkollore sportive që ka filluar atje edhe për kuvendin e Lezhës, kemi filluar palestrën e vjetër sportive për shkak se shkolla profesionale vetëm e kemi ndrejsh më herët palestrën me revitalizu, shumë shpejt do ta bëjmë një soll teatri të shkëlqyeshme që do të përmbush vërtet nevojat e tona komunale. Do të fillojmë shumë shpejt parkingjet, fushat sportive në Gëm 2 kemi krijuar për të dy shkollat, ndërsa inkubatori mezi po pret, tash shumë shpejt do ta kemi edhe akademinë për teknologji informative atje, po pretendojmë me bën qendrën e autizmit, ndërsa shkolla e muzikës po na pret edhe kabinetet me solla trajnime, me punë praktike për tekstil, për industritë melmesave, për ambëlsira, teknologji ushqimore, qendra inovative për bujqësi, edhe natyrisht për mashineri, elektrat të tjera, fatikisht jemi të rregullu gjitha kapacitetet edhe kushtet, ndërsa investitorët gjerman vetëm tash janë mbështetje forcimit kapaciteteve kabinetike, operacionale teknike për shkollën e mesme, për përgatitjen e gjeneratave të reja me kompetencë shkollën e mesme profesionale. Për ato e kemi rujt në objektin e vjetër, na ofron kushte të jashtëzakonshme, kemi ditë sakt eksakt se çka dojmë, edhe ajo të shku atë ku i kemi përcaktuar parametrat. Nëse shikojmë në sferën e kulturës së rinjë sportit, ne jemi në mesin e komunave që kemi përmbush obligimet, pretendimet edhe jemi me aktivitete ndërmjet shumë në nivelin, por gjithnjë ne po folme për 6 mujorin e kaluar. Në këtë 6 muaj kemi këto projekte. Ndoshta më thonë se para prakisht që mujnë mi arrit për 6 muaj që të punë, edhe të tjera që në kreatori përmani edhe grëni, që vërtet që kena paraqit se s'ka 3 orë do të mi paraqit, vetëm sot për shumë sot të punu në teren, është rruga Korranëve, është rregulluar paraqitën, por ne pak më herët e kemi rregulluar me Slatin, me Ramjan e kemi lidhur. Atje janë 3 fshotra të lidhura për 1000 hektar të bujqësore. Ajo është diçka vërtet të dje pa imagjinueshme, jemi të punu sferën e ambientit, jemi të punu në naturat lumit, jemi të punu në mbjelljen e drojve të ri, jemi të punu në sinjalistik. Prandaj edhe sinjalistika do të kompletohet gradualisht, jemi të punu në trotore shumë, jemi të rregulluar këto finisherat, pjesën prej asfaltit dhe trotoreve, jemi të rregulluar dhe të krijojmë shiritat, sinjalistikën, zebrat, inteligjente të tjera, dhe porqe aty ku kemi mundësi, por ne jemi duke përgatitur, kemi filluar projekte që kalojnë 6 mujorin. Jemi të përgatitur porkën e qytetit 1 hektar shtatori, natyrisht ai do të jetë premtim i arshëm, strategji 4 vjeçore e arshme, por shkak se do të jetë për gjithë komunën, 1 hektar shtatori do të jetë qirën e re kemi filluar, mos harroni, palestra e re shkollore gatshme është te shkolla fillore Dëshmorët e Kombit. Është e gatshme. Palestrën që e pot atje ishte në Slatin tepërme. Slatin tepërme, palestra se pas ka këto qytetarë nga Slatina, është bu një punë jashtëzakonshme këtë ditë për shkak se me eficiencën e energji i kemi revitalizuar shkollën, ndërsa palestra shkollore në gjithë aty është ka bond. Prandaj kjo është vërtet efikasitet e punë e molla, sikur se në Slatin poshtë me pat edhe ndërtim tult, ambiente, parkingje, drejt mbjelljen e tjera që i kemi vizituar edhe vetë. Prandaj gjithë mbashur ne po punojmë në infrastrukturë, po punojmë në ambient, po punojmë në shkolla, po punojmë në revitalizim të ambulantave, po punojmë në QMF, dhe sa i përket raporteve të shëndetësisë, sidomos shëndetësisë primore, do të kemi një risi shumë shpejt, do të kemi për shkak se po punojmë projekte të reja edhe nxjerrjen e donacioneve të reja. Mos harroni, nuk është merit vetëm e imi, është merit e bashkëpunëtorëve. Gjithë horizontalisht është merit gjithnjë ata mund edhe kuvendet komunale këshilltorëve të mirë konstruktiv, që të vërtetë kanë mbrojtur interesin qytetar. Ai kanë në përbrapa votës që kanë marrë, si që kemi posë zëtimin ne. Prandaj këtë kuptim, unë ja lëmë gjithve meritat edhe kryetorëve të mirë të fshotrave, drejtorëve të mirë të shkollave, që të punojnë pa janë do për mirëqanie edhe për edukimin e brezave të ri. Ne vetëm respekt so kemi tregu për ata që kanë shkuar në penzion institucionalisht, ju e kemi paraqit gjithë. Shkak se ai që kontribuon 40 vite, 4 decenie edhe më shumë, e meriton vërtet në edukimin e brezave të ri, ne me respektu. Mbi të gjitha, ajo që është tepër më rëndësi, për shkak se kemi edhe këto zyrën ligjore dhe krejt, kemi punu me ligjshmëri.
Prandaj, 3 parimet baze kemi përmbush. Që janë detyrime në përputhshmëri me ligjin me veçanërisën lokale. Kemi punu me ligj, ju kemi shërby qytetarëve dhe kemi kasu tyrat. Vitinja prin sa i përket argjimit buxhetit përgjithshëm edhe buxhetit investimit kapitale, ndërsa prin edhe për absorbimin e tatimit. Tatimi bazë është tatimi më prudh, ju e dini, sa i përket tyrave të nënve, por inkasimi toksave e tatimit, shërbimi për qytetarët, edhe ligjshmëria janë 3 objektivat bazë që ne i kemi përmbush. Masë progresi është partneritetet, puna, ju e dini që ne ishmi në San Zhulemi një ekip, edhe tash po pritmi me nënshkru binjagëzimin, me Kapenbergin ne kemi përgatit partneritetin në Rorosti, Fatkeq, ku edhe një vojzë e ju në 15 vjeçore pshenjë këtë rostin tragjik të Grocit. Edhe normalisht të shtynë në disa aspekte, Düsseldorf e ka pranu partneritetin, mos harreni ne kemi fillu edhe benefitet me marrë për këto partneritetet. Për shembull nga Düsseldorf ne kemi marrë sferën e emergjencës të zjarfeks kamionat për zjarfeks. Ne si kemi paraqit atë për shkak se nuk e nxa as në tjetër kemi marrë kamionin për pasimin e qytetit nga Frankfurt. Dhe për gjithave kemi profite partneriteteve edhe raporteve të mia që krijojmë me ndërkombëtarët. 43 memorandume ne kemi organizuar të Fondacioni Luksemburgut që po investon në organizatat zyrtare gjermane. Projekti me gjermanët që është tepër i rëndësishëm, du patjetër më informu. Personë gjenerot së të rejt, jashtëzakonshme kualitative, po më intereson me tregu që kode strategjisë 2030 që unë e kom përmend shpesh, edhe kush ka mendu që jam të përmend rasisht jo, se kom përmend rasisht strategjisën 2030 vendimet New Yorkut, në botë cilë ne kemi fituar pora komun projektin për eficiency energji, edhe si Albrojti ka qenë këtu. Shefi mësisë amerikane vojza me dhe në Albrojtit. Por ne masane kemi vazhdu partneritetin me insistimin se për shkak se për avruvin në klindore Burni e ka implementu projektin e strategjisë 2030. Dhe ne na ka propozu, na ka kriju një partneritet i shkëlqyshëm me një komunë gjermane Kirchhain që quhet, që ne kemi fillu me realizu projekte ambientale, po tash zbërthimin e materieve organike një projekt 2025-2027. Masane do të kalojmë biogaz, biomos, e cila do të shërben qytetarëve edhe për ngrënie qendrore edhe për krejt është një bioritëm që vërtet investitorët e bujnë, për shkak se është një parapregaditje të terrenit për me kalu në projekte serioze. Ka po gjosa niveli shtetënor me kalu në gazifikim në aspekte PMCC-s, por nuk e ka arritë se politikat kanë qenë momentale jo fleksibile, pa mançura, edhe i kemi përveç disa komunat që kemi përfitu çdo donacione. Mos harroni na kena pas vizitën e kryeministit edhe në terren, që ka vizitu qëtë shkolla dhe qëtë ndërtesa që i po të ndërtesën e drejtërijës, shëndetësisë atje, ndërtesën e mërqenës sociale, ndërtesën sociale atje, ndërtesën e verë që si që thejmi të komuna që nuk është më është ndërtesë e bordë, e të tjera projekte që i po të në Buzëvek, në Sëtëvin të Live, në Slatin, e të tjera. Ato janë projekte që unë i kumë nënshkru me bashkëfinancim që komuna i pagunë. Vetëm i pagujna me fatgjatësi në periudhë. Për ndryshe, ato nuk kanë projekte me agencionin për eficiencë energji, ne kemi nënshkruar dhe komuna Vitinjës, nuk kanë projekte që i financon Qeveria e Kosovës. Qeveria e Kosovës, në këtë rast, vetëm mos më na pas pengu neve, më na leju me punu, e mi pos na 7,7 milion, sona i ka mburë që një vit, gjashmërinë e vitit kaluar edhe këtë vit, ne kishme realizu në bit 200 projekte të vogla të mëdha, të cilat e kena planifikuar të buxhetuar. Në ka bo dam marramans për shkak se edhe na ka kualifiku me kontrolët kolektive, na ka unë për edhe 7,7 milion. Dome dhe nënën tjetër ne ka u grantet e performancës, që ne kemi pos mundësi për bocën e performancës minjën që Vitinja ka pos në dërmat minjërat, që ka cilësu edhe Usaidi edhe OSB-ja në veçanti. E kemi pos performancë më të mirë në nivel vend. Prandaj, kemi pos inhibicion e vështirësi në procese i kemi të e kalu, ja kemi arrit me punu, gjithandaj me shëndëru një komunë, ku punuhet vërtet nuk rritë në vend, punuhet, shkuhet në progres, rregullohet infrastruktura, rregullohet në sheshe Vitinjës, ka me qenë sheshe shkëlqyshëm, i cili jo vetëm që ka me rrezatu freski edhe
dashamirësia dhe për vizitorës, çfarë i kom po që kanë fillu edhe me orë me vizitu, për qytetarët e Vitinjës relaks edhe reati pa tjetër, për biznise gjithashtu, po ka me zhvillu periferinë e Vitinjës. Që do më bërë në menë. E për qandra, spori kër zhvilluhet periferia. Ju e kontra, dhe të kontra në kanë lënë ata që në kanë mojtë 500 vjetë, edhe kur që kanë mojtë qandra më zhvillu. Këto e këmë thonë për fillimit, apo ja thamë që është mirë me transmitu. Dhe të kur zhvilluhet e për qandra, zhvilluhet edhe periferia. Tash kanë fillu më zhvillu rrugët alternative. Ka fillu më zhvillu kongresi manastirit se kemi bot dykoshe, për te lumit në atona kanë me fillu atë të tjera. Ka fillu magistrole me zhvillu, cilën është dosh me investu Ministria e Infrastrukturës, e kom kompetencë, kemi investu me parot komunës, se e këna pos pa tjetër nga që këmë fëja dhejtë rruga për Drebesh. Dhe të vazhdoj me punu naturisht, dhe të rruga Smirë se kemi planifikume, zgjerimin dhe të fillojmë të Mediterania, të ku kemi fillu me trotore. Rrugët alternative i kemi fillu, nuk i përmendëm, të Lindi kemi fillu me dollë të Boshqa, dhe të fillojmë nonën tjetër të lumi mas që këmë fës, ku kemi në i qurën, edhe dolmi të Gjamia. Dhe të zgjerojmë rrugën e Drbeshit, dhe të është planifiku mas barezave dëshmorëve, edhe të të kryojmë një rrugë alternative tjetër e cili del të Ylvi Demiri, dhe sa pjesa tjetër mas shkollës dhe del në Rëmnisht. Krejtësisht dhe të ndryshën edhe mundësi alternative, edhe dhe të liruhet e piqandra, shëtetuare dhe të vazhdojët dhe të me pjesën e Kërës Borderit edhe pjesën e Grykës Buzovikut. Rruga Mion këtë është të pregadit më asfaltu një, pra i fshotër me turistik tjerë zakëshën ku por i këthejt jetë. Prandaj, në Vërnakull është mirë me shku edhe me po, ju që si nikon, me po se shfar vendit bukër, ko e që se këni ditë Vitinja. Ta është mas asfaltimit. Aty për kryojët rruga alternative për Letnicë. Unë mundova diso që si kemi paraqit si në Giposh, edhe mi përmend telegrafikisht, edhe me unë mundësi më pyet për shka të që ju interesën. Imi të punu minimum edhe personet nafësit kufizume, imi të ju e dini që kemi unë zyra shqotës të verbreve, i kemi subvencionu, të subvencionet kemi punu, por këtë gjitha shëshnit kultur artistike, ekipet sportive, për fermerët imi të punu, ku mërë një vendim që studentët gjithë që apelëcuin kriterin ligjor mi ndihmu pavarësisht vendimit që ka qenë me numër caktuar. Do të thotë ne do t'i përkohemi gjithë studentët që i plotësojnë normat, kësaj rrodhe me buzë. Edhe këtë vendim e kumor këto 2-3 ditë, do të thotë shumë shpejt për fermerë do të reagojmë, do të shihni që do të japmi mekanizëm bujqësor të jashtëzakonshëm, jo vetëm serra do të raqen atje, po edhe të tjetër mekanizëm që i ndihmon agrokompleksit Vitjas, që ka potencial edhe tradit, që është një punë e mirë që bëjnë drejtërit sektorët në sektorët veç. Një në vetën të lirë mund pyet përse se dhe domen, unë besoj që edhe për dopsit, nëse kemi dopsi dikon, për shembull në dje, një pjesë dopsive që janë të komunës, janë të magistrales, unë vetë i potenciova me drejtorët bashkëpunëtorët, me shërbime publike, që kur nuk reagon Ministria Qeveria do të më reagu komuna, marrë në teritorit vetë. Për shembull mbylljen e grupeve magistrales për SDV-n. Tete kufirat administrative ku e kemi, u kena mungesa, ne do të më reagu patjetër. Njërë që unë i falenderoj për prezencën, një vetën të lirë, për çfarë do pyetje dikush që dëshironi, apo punë, apo që ju intereson për projekte në vazhdim, cilat janë planifikuar me një mënyrë një pjesë e madhe të tyre. Po nëse ka dikush ndonjë pyetje tjetër? Gjërësat me duhet dikush objekti gjykatës atje veç u shpërmbyll pjesa Vrazht. E kemi bërë një mirë kuptim që ta zgjidhmi edhe çështjen e objektit policisë me gjykatën, besoj shumë shpejt ta zgjidhmi edhe atë çështje, dhe unë besoj që aty të rinën një kemi reagu pozitivisht shumë për shkak se edhe qerrën e kemi nisë tjetrën të rejën atje, edhe do të jetë një pjesë bashkë me porkun të qytetit që do të rregullohet të shkollat dëshmorë të kohë me të palestrin e re që është përfunduar, shumë shpejt do ta parërojmë, do të jetë një kompleks i jashtëzakonshëm. Kompleksi tjetër do të kompletohet, unë kam nënshku fushën tjetër sportive që se kemi përmend me Federatën e Futbollit Kosovës, fushën e madhe, edhe një fushë të re do ta kemi. Do thotë
nivelet lartë, po do ta kemi një kompleks disiplinave sportive që do ta bëjmë atje bashkë me rritjen e shtegut atletikës bashkë me Federatën e Atletikës Kosovës. Do të ishte shumë shpejt. Ka fillu edhe rruga për Kërbleq atje, nuk do t'jetë zorqore, për ata që se dinë, do të ne që kemi dorë në Samakov atje, do t'jetë edhe për Leskovica dhe ekspozicion, do t'jetë ka fillu, sigurisht do t'a kemi një dolje edhe në thonë. Insistimi jam është bashkë me regionin me revitalizu magistralin prej Bibajve, Sojevës në Vitin, e me kry me përfundu Gërlicën këna ngecë. Në kompetenca rruga e Gjilonin që kom pas në nështrua atërë e une me ishkremnisën e huati e keni poshë është bon, bëse që do të përfundon. A keni të këshpytje? Nëse ne edhe këtë debat e organizumë këtë mënyrë për shkak se me ndëshëm me vozë furt bashkë bisedimi me juve, këtu edhe pyetje përgjigje, po nëse s'keni pyetje atëherë ju falenderoj për pjesëmarrje e mirupafshim në debatet tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë gjë.